Para se të fillojmë pjesën e dytë, le të kthehemi pak mbrapa. Të kujtojmë çfarë ndodhi në pjesën e parë për ata që nuk e panë. Mira, një nuse re shqiptare e martuar në një familje të rrept, të lidhur pas kanunit të vjetër, humbi burrin e saj në mënyrë tragjike dhe pas vdekjes së tij në vend që ta mbështesnin shtëpia ku jetonte u kthye në burg. Vjehra dhe kunati nuk e shikonin më si njëri të familjes. Sipas zakonit të tyre, një nuse që i vdes burri nuk ka më vend në atë shtëpi, sidomos nëse ka ende burra të tjerë në familje. Por Mira nuk ishte vetëm, ajo kishte djalin e saj të vogël dhe pikërisht ai e mbante të fortë. Ajo u përball me ofendime, me kërcënime, me nënçmime të përditshme. Derisa një ditë kuptoi se familja e burrit po ndërmerrte hapat e parë për t'ia marrë djalin me forcë, sipas kanunit dhe traditës së tyre. Mira e kuptoi atëherë, nëse qëndronte, do t'ia merrnin fëmijën. Nëse priste pleqnarët, do ta humbiste betejën. Nëse heshte, humbte gjithçka. Kështu erdhi nata e ratisjes. Një natë e errët, një natë e heshtur, një natë kur Mira mori djalin për dorë dhe vendosi të ikte pa kthim, duke sfiduar rregullat e një familjeje të tërë dhe të një tradite që e kishte vënë në mur. Deri te ura e lumit, ku ajo u ndoq, u thirr me zë, u kërkua me britma, por nuk u ndal. Ajo kaloi lumin dhe aty filloi lufta e saj e re, mes frigës dhe shpresës. Nëse nuk e keni parë pjesën e parë të kësaj historie, linkun e keni lart në ekran dhe gjithashtu poshtë në përshkrimin e videos. Mund ta shihni atje që të ndjeni çdo detaj që çoi Mirën deri në pikën ku e lam. Dhe tani, le të vazhdojmë me pjesën e dytë, aty ku u ndalëm. Me Mirën që sapo kishte kaluar lumin, duke mbajtur djalin në krah, të ngrirë e të friksuar, por të vendosur të mos kthehej më kurrë mbrapa. Udhëtimi i Mirës drejt shtëpisë së prindërve nuk ishte thjesht 3 orë në këmbë. Ai ishte një kalvar i tërë. Rruga ishte mbuluar nga mjegulla e mëngjesit. Errësira ende nuk po tërhiqej plotësisht dhe ajri ishte aq i ftohtë sa çdo frymëmarrje i prente mushkrit. Rrobat e saja, të lagura nga nata pranë lumit, i ngjiteshin pas trupit dhe i rëndonin hapat. Djalin e mbante fort në gjoks, në një lekun e saj të hollë, duke e ngrohur me frymën dhe trupin e saj. Ecste pa ndalur, duke dëgjuar vetëm rrahjet e zemrës së djalit, që i dukeshin si një orë që i tregonte çdo sekond të lirisë që po fitonte, ose rrezikun që po e ndiqte pas. Çdo herë që ndëgjonte ndonjë tingull pas shpinës, kërcitjen e një dege, ulërimën e ndonjë qeni, zhurmën e erës, mendonte se mos ishin ata. Kunatat, djemtë e fisit, pleqt që e kërkonin. Asgjë nuk e ndaloi, as lodhja, as friga, as dhimbja e këmbëve që ishin qarë nga guri i akullt. Ecte sepse e dinte se nuk kishte kthim, dhe që pas asaj nate jeta e saj nuk do të ishte kurrë më e njëjtë. Kur më në fund pa portën e vjetër prej drurit të shtëpisë së prindërve, dielli sapo kishte filluar të ngriste me një dritë të butë. Shtëpia duke e heshtur, e qetë sikur asgjë nuk ishte ndryshuar që nga koha kur ajo ishte larguar si nuse vite më parë. Ajo trokiti lehtë, jo nga që nuk kishte forcë, por nga frika se mos ajo trokitje i sillte telashe familjes së saj. Zhurma e hapit të derës u dëgjuan ngadalë, e pastaj babai i saj u shfaq në prag. Ishte plakur shumë. Sytë e tij, dikur të ashpër e të rrept, tani ishin të lodhur, të ngarkuar me vite pune e halle. Por kur pa Mirën, duke mbajtur djalin e saj në duar, ajo ngri. Mira, tha ai me zë që i dridhej. Ç'ke bërë moj bi? Ajo nuk foli, thjesht u ul në gjumë. Syt i u mbushën me lot që më në fund shpërthyen pas një nate të tërë, vetë mohimi. Baba, mos më kthe mbrapsht, të lutem, mos më merr djalin. Ata do të vinë, do ta kërkojnë. Të lutem, mos më lë jashtë. Nëna e saj u shfaq me njerë pas tij. Kur pa Mirën, u hodh drejt saj, ia mori djalin nga duart si të ishte një thesar dhe filloi të qante. E shkreta nën, hajde brenda, është vajza jon. Por babai nuk foli, nuk lëvizi. Ai qëndroi ashtu duke parë Mirën dhe djalin.
i heshtur, i ngrirë, i mbërthyer midis traditës dhe gjakut. Ai e dinte ç'donte të thoshte kjo. Një nuse që kthehej pa burr, një fëmijë që i takonte fisit të burrit, rrezik për gjak, rrezik për hakmarrje, rrezik për gjithë shtëpinë. Dilema i përvlonte zemrën. Por pastaj ai pa fytyrën e vajzës së tij, sytë e saj të lodhur, dridhjen, frikën, dhe aty nuk pa një nuse, pa një fëmijën të tij. U afrua ngadalë, i vuri dorën në shpatull dhe me një zë të rëndë siguri tha: "Hyr bi, le të vi kush të vi, unë vajzën time e mbroj me jetë." Pastaj mbylli derën. Dhe ai ishte momenti kur Mira e pa, ndoshta për herë të parë, se babai i saj nuk ishte vetëm një burr që i bindet kanunit, por një baba që sakrifikon gjithçka për fëmijën e vet. Ata erdhën. 8 ditë më vonë, tek porta e tyre u shfaqën burra. Disa me kapuç të zinj, disa me shpatulla të gjëra, disa që i njihnin Mirën që fëmijë, por që tani nuk e shihnin më si njëri të tyre. Dera u tund. Trokitjet ishin të forta. "Hapeni derën. E dim që është këtu." Babai i Mirës doli jashtë. Në obor ishin mbledhur 10 burra, të armatosur me fjalë të rënda, me kanon në xhep e me arrogancën e fisit që besonte se kishte të drejtë absolute mbi fëmijën. "Djali nuk është i juaj," thanë ata. "Është yni. Ashtu thot zakoni." Babai i Mirës nuk lëvizi. "Ai është një pim," u përgjigj ai, "dhe djali i vajzës sime. Nuk ja dorëzoi nënën gjallë." U thirrën pleqnar, u bën mbledhje, u than fjalë të rënda, u patën momente kur njerëzit ishin gati të nxirrnin armët. Mira ndërkohë rrinte në dhomë duke mos dalë kurrë. Mbante djalin në prehrin e saj, e ushqente, e lëkunte, dhe çdo herë që dëgjonte zhurma jashtë e shtërëgonte edhe më fort, sikur të mbronte me shpirt nga çdo dorë që tetonte t'i afrohej. Disa net ajo nuk flinte fare, vetëm dëgjonte, priste, dridhej. Por babai i saj nuk u tërhoq asnjëherë. Pas javësh të tëra grinjjesh, kërcënimesh dhe pleqërish, u mor vendimi final. Mira e mbante fëmijën, por ajo nuk mund të kthehej më kurrë në atë shtëpi. Nuk kishte më vend në fisin e burrit. Emri i saj u fshi nga regjistrat e tyre, nga kujtesa, nga tradita e tyre. Ishte sikur nuk kishte ekzistuar kurrë. Por Mira nuk kërkoi asgjë tjetër. Ajo fitoi betejën më të madhe që një nën mund ta fitojë, të drejtën për të mos u ndarë nga fëmija e saj. Jeta pas kësaj nuk ishte e bukur, nuk ishte e lehtë, nuk ishte as e drejtë. Mira punoi çdo punë që i dilte përpara. Punonte në ara në diell, me duar të çara nga dheu, lante rroba në lumej të ftohtë që i ngrinin duart. Kujdesej për të sëmurët, për të moshuar, për gra që s'mund të lëviznin. Qepte rroba natën, me një kandil të vogël që mezi i jepte dritë. Ajo nuk kishte pushim, nuk kishte luks, nuk kishte gjumë, por kishte një arsye për të jetuar: Arbenin. Ajo rrit në një shtëpi modeste, por me shumë dashuri. Ishte një djalë i zgjuar, i qeshur, i sjellshëm, që të gjithë e donin. Mira i mësonte çdo natë të ishte i fortë, i drejtë, i sinqert, ndryshe nga ata që deshën t'ia merrnin. Por Arbeni nuk e dinte të vërtetën. Ishte një ditë vere, ajri ishte i ngrohtë, era sillte aromën e grurit dhe fshati ishte i qetë. Arbeni hyri në dhomën e nënës e gjeti të ulur në dysheme, duke mbajtur në dorë një fotografi të vjetër. Fotografia dridhej. Duart e Mirës dridheshin edhe më shumë. Lotët i binin pa zë. Arbeni u afrua. "Mam, kush është ai burr?" Mira uli fotografin. Ishte Leka. Fytyra e tij e qetë, mustaqet e holla, sytë që dikur i buzëqeshnin. Mira mori frymë thellë. Ishte koha dhe filloi të tregonte. I tregoi për dashurinë e saj me Lekën, për martesën, për vdekjen e tij tragjike, për traditat që u kthyen kundër saj, për natën e aratisjes, për lumin, për të ftohtin, për burrat që e kërkonin, për baban e saj që sakrifikoi gjithçka, për vitet e vështira që pasuan. Tregoi gjithçka, pa e fshehur asgjë. Kur ajo mbaroi, dhoma ra në një heshtje të rëndë. Arbeni nuk fliste, nuk lëvizte, vetëm e shikonte. Pastaj u afrua ngadalë dhe vuri kokën në supin e saj. "Mam," tha me zë të ulët.
Unë jam gjallë vetëm fal teje. Ti e gruaja me fort që kam njohur. Mira qeshi përmes lotëve. Lot dhimbjeje, lot krenarie, lot fitoreje, sepse gjitha ajo luft, gjitha i rrezik, gjitha ato net pa gjumë kishin qenë të vlefshme. Kanoni mund të kishte kapituj, rregulla, dënime, mund të kishte mbështetjen e burrave, të pleqjve, të fiseve, por nuk kishte asgjë që t'i afrojë forcës së një nëne. Mira mbeti gruaja që sfidoi një traditë të lashtë, një familje të tërë dhe një botë që kërkonte t'ia coptonte shpirtin vetëm për hir të djalit të saj. Dhe ajo fitoi, sepse dashuria e nënës është ligji i vetëm që nuk thyet kurrë. Na tregoni mendimet tuaja për historinë e trishtë dhe triumfuese të Mirës. Dhe nëse keni edhe ju histori të këtilla, tregoni ata në komente. Faleminderit dhe shihemi në videot e radhës.